Çfarë mendon për këto që thonë fermerët? Asgjë, nuk i jap fare rëndësi se e di që janë momentet caktuara, varet nga konteksti kur janë pyetur, marrëdhënia jon evoluon çdo ditë, çdo moment, çdo sekond. Secili ka drejtën e vet, ketë mendimin e vet, jeta ime nuk ndryshon as pak. Faleminderit dhe në të tilla raste Ti ju ke ashtu ndryshuar perceptimin për dikë aty brenda apo je gjithmonë e të njëjtit mendime dhe ti si përpara hyrjes dhe je vetëm me mozën? Jo, unë s'jam vetëm me mozën. Me kë je tjetër? Në çfarë kuptimi jam vetëm me mozën? Në klipin tënd kur ke hyrë ke thënë që unë do ri me mozën, do shpëtoj mozën. Po vazhdoj e vlerësoj mozën, unë kënaqem shumë me mozën. Po a ke dikë tjetër veç mozës që vlerëson? Kam pothuajse të gjithë më kanë hyrë në zemër. Arbana, duan të shpëtojnë mozën, po janë fanse të flakta të Ilirit. Këtë se kanë kuptuar akoma. Po. Vdesin, dhe me thëmë për vëmendjen e Ilirit i shëndrisin sytë. Të dyjave, po. Wow, të dyjave. Arbana, kështu e keni këtë halucinacionin që hidhni ndoj gjë nga ajëri këtu? Po mos u vendosin në siklet, jo, se s'është problem. Është mendimi i saj, është Po mendimi i nuk saj. mund të jetë mendim, është deviacion, është devijim. Më lejo t'i pyes në opinionistët asë ndoshta kanë të njëjtin mendim me Sarën. Ç'mendon Angel? Përsa i përket kësaj që tha Sara tani, po Kostana e ka një farë kimie të këndshme me Ilirin, qoftë kjo për përplasje, qoftë kjo për bashkëbisedim, ndoshta të dy kanë të njëjtën formë komunikimi kur sulmohen, pra një dashuri urrejtje dhe kjo e bën absolutisht që të duket sikur kanë një lloj tërheqje, qoftë kjo për të qenë kundërshtar apo miq në lojë, ndërsa përsa i përket Zhakut, mua absolutisht nuk më duket fare në petkun e mozës. Përkundrazi, unë shoh dy gra shumë të zgjuar inteligjente, po që veprojnë në forma të ndryshme. Zhaku është eksplozive në formën e vet, kurse moza më shumë se sa eksplozive është ajo që do t'i mbledhë copëzat molekula t'i bëj bashkë dhe ta zhvilloj gjën, kurse Zhaku i vë flakën. Mendoj unë të paktën në këtë vështrimin tim dhe mendoj Zhaku ti paske humb. Pas ke qëmë për fermerës, pas ke qëmë për opinionista. Të vdesëm. Mendoj që dinamikat do të regojnë që pavarësisht, ajo që ka ju shinin në fakt, duhet se arrova të theja një që shumë të rëndësishme. Janë fokusuar të çfarë informacione shkan këto të dyja nga jashtë, me perceptime që vinë nga jashtë, por nuk kanë analizuar formën se si këto po veprojnë brenda, se informacione nga jashtë ka pas dhe Bujaka dhe Henry, po kurse si nuk e kanë pasur reagimin kimik që kanë bërë Kostana me Zhakun. Se janë më të kompletuar ako flasin. Janë më të kompletuar. Dhe kuptohet shumë më shumë. Ndoshta është një strategji e tyre kjo. E ka zbuluar vete shumë qartë. Ndoshta është një strategji. Angel në momentin që kalon në nivel tjetër. Ndoshta është një strategji. Studiojeni më mirë. Mund të jetë strategji. Nëse është strategji është e gabuar. Nëse është e drejta të gjithëve ta mendojnë këtë gjë në të pikë të lojës ku janë futur vajzat, unë mendoj që ose mund të futesh për të bërë fresk, ose mund të futesh për të shkaktuar tërmet. Dhe me sa duket, tërmetin e shkaktoi Zhaku më së shumti, duke sulmuar, duke provokuar dhe ja ka dalë. Kemi parë një Sarë, për herë të parë unë e shoh Sarën që nuk është më ajo Sara, është e tundur emocionalisht, është e tronditur emocionalisht. Nuk e di pse merret kjo si kompliment, Jo, nuk po them si kompliment, po them si fakt që ti shkundi themelet, Sara, sepse gjatë gjithë kohës ke qenë ironike me gjithë, mirë po tash gati po qan. Unë jam ofenduar, nuk më janë shkundur themelet, është diçka tjetër. Po mirë, unë kështu e bëj metaforën time. Po ta shpjegoj. Ajo që shikoj nga Zhaku nuk i ngjan Kostanën, sepse shoh më të tërhequr Kostanën, është një formë kështu më shumë si po dukem nga jashtë se sa qa do bëj unë këtu brënda. Do në gjithë kohë se në këtë gjën që apo duke mirë, apo duke mirë, apo duke mirë. Ti Zhak e ke si strategji këtë, do të bësh gjithë kohës të luftën me të gjithë, apo pra kysh... Tani strategjit nuk të regohen kështu hapë. Kjo je ti apo është thjesht pjesa e prezantimit të forcës? Ti më njef mua shumë mirë, më njef që në 8 vjeçare. Mua më duhet ta bëj të pyetje që të të njohë edhe publiku në këtë lojë. Në fakt, unë mendoj që Zhaku... Ndrohet koltuku, po jo lëkura. Unë mendoj që Zhaku i ka bërë një nder shumicës aty, po
do shta t'ju kuptoni me kalimin e kohës. Shumë faleminderit, jeni të dy të papa me Angel, ke bërë një super analizë dhe tjera Mali dashur. Ju dua, faleminderit. Ruaj ca fjalë dhe për Arminën, Zhak. Patjetër, dhe atë e dua shumë. Unë mendoj, Zhak, përshëndes. Unë mendoj që avantazhi të dyja vajzave që kanë hyrë brenda ka një avantazh dhe një disavantazh në të gjithën këtë. Është fakti që ata kanë arritur të analizojnë, sepse janë të dyja inteligjente, të gjithë fermerët, pra i kanë analizuar. Unë nuk mendoj as që është sulm dhe Zhaku po ndes flakën për të krijuar shere, as nuk mendoj që po bëhet pjesë e një grupi ose një personazhi. Unë mendoj që Zhaku në këtë moment, duke i ngacmuar nga pak pikat e dobta të gjithëve, është duke testuar territorin, për të kuptuar se ku do pozicionohet vetë. Disavantazhi është koha, sepse ka hyrë në mes të lojës, dhe nëse ajo do të tregohet të shkathet bashkë me Konstantën që të zhdërvjellta për të kuptuar se kush do të strategjia e tyre me këtë testim që po bëjnë, atëherë do kenë patjetër sukses. Shumë faleminderit, Ka deklaruar pozicionimin e vetë, është Zhaku vërtet ka ngacmuar nga pak të gjithë fermerët, por le të themi që njëra prej tyre ka qenë preja e vazhdueshme e sulmeve, nëse mund t'i quajmë kështu në thonjzat të Zhakut. Në fakt ka patur një, po disa situata me Sarën. Disa situata të cilat e kanë vënë Sarën në vështirësi, megjithatë duket se ka ruajtur gjithsesi qetësinë, por ka rrëfyer se sa keq është ndjerë përpara këtyre sulmeve. Unë do të prezantoj këtë klip tani për ty Sara dhe për ty Zhaku. Është vetëm një përmbledhje e shumë situatave që ju keni patur me njëra tjetrën dhe pastaj e komentojmë së bashku me opinionin e ta. Do ta kuptosh ta ndryshe është energjia brenda. Kur ti ishe në barkun e mamit, unë kam bërë disa reality show. Kam bërë 45 ditë rrugtime. Ka kriju një imazh shumë të rrem për veten. Intriga ke gjithë ditën. Intriga, vetëm keq flet, vetëm dallavere bën. Asnjë gjë të mirë nuk ka. Është e bindur që ai iluzioni që ka Sara në kokë është edhe Sara në të vërtetë. Nuk më pëlqejnë konfliktet. S'ma ke dhënë përshtypje. Ti ma ke dhënë përshtypje si njëri shpirtëzi. Duhet kesh respekt për njerëzit që ke përqark, Sara, sepse njerëzit po të respektojnë shumë. Jo po të respektojnë, po të durojnë p***ët. E di ti që ti je 30 vjeç? Vitet e tua i ke jashtë kësaj ferme. Këtu jemi të gjithë të barabartë. Ma më vjen shumë keq për ty. Mos të vi. Sa unë e di çfarë do hiqesh ti dhe çfarë do vuash me këto mend që ke. Gjëja më e tmerrshme që bën Sara është që ndalon të pranuarit faj të vet, të parit gjërat në mënyrë objektive. Sa pse nuk i kënte t'ia fusësh gjumin tash? Ja, kjo është disrespekt që po bën ti tani. Po normal, unë disrespektin tim për ty kam treguar hapur që në sekondin e parë. O, njeri, sa herë duhet të degeneroje publikisht që ta kuptosh se duhet ikësh. Po më degeneron publikisht. Mendimin që kam për Zhakun, fatkeqësisht, sa vjen dhe bëhet më keq, degenerojmë derisa të ikësh. Manifest, Sara is out. A thonë jam fik drita? Po ikësh, po jam fik drita, s'jam fik drita, sekretarët e tu jemi në. Do ikësh ti Sara si mendon, do dalësh këtë herë? Po dola, unë jam... Do bësh valizhën? Ta bëj dhon valizhën tënde? Jo, shterë. Mos ta ndyll të keqen olla, thuaj do dalë. Në momentin që dikush nga jashtë vjen dhe informacionet që ka dëshiron që t'i përdori në këtë lloj mënyre, për mua më shumë tregon për personin që vjen, sesa për mua që jam këtu. Në këtë konkluzion, themi, identitetit të Sarës, 24 orë, as janë bërë akoma që je këtu, apo nga jashtë. Vetëm se të ka ndalë 5 video në Instagram, e ti ke krijuar një opinion caktuar. Pra nga ajo që ke parë nëpërmjet videove. Kur flas për Sara në këtë rast, me kaq pak cilësi të mira njerëzore, mos them asnjë, këto duhen çuar direkt për terapi. Ke 24 orë këtu dhe 24 orë çka ke bërë është vetëm ke ofenduar. Ta lodhe Sara, fole, kot. Ke shumë probleme shpirt që duhet i zgjidhësh. Ka nevojë për terapi Sara. Edhe eksorcizmi nuk funksionon me ty, e kupton? Sa keqe, çfarë drame. Po është vajzë shumë e mirë. Ç'është kjo vajzë e mirë? Ajo është shumë vajzë e keqe, me një shpirt të keq. Sabotatore, urren suksesin e tjerëve, nuk pranon këshilla, është narciste. She vetëm të keqen te çdo gjë, edhe kur nuk ekziston, e kërkon, e vendos me çdo kusht. Thjesht bëhet e tepërt kur vijnë vetëm njerëz me këtë lloj qasje.